Nëse ke një pasqyrë në dhomën tënde, sidomos një që se ke mbuluar, atëherë më dëgjo me kujdes, sepse ka njerëz që janë betuar, se kur janë afruar te pasqyra natën, fytyra që pan brenda nuk ishte e tyre, nuk ishte as e ndonjë njeriu, ishte diçka tjetër. Shqiptarët e vjetër e dinin këtë sekret të errët. Pasqyra është më e rrezikshme natën se çdo dritë e fikur. Gjatë ditës tregon realitet, por natën ajo hapet. Thuaj se pasqyra është porta më e hollë midis botës sonë dhe asaj që endet për te. E nëse ti afrohesh shumë, ajo që është në anën tjetër afrohet gjithashtu. Në fshatrat e largët njerëzit i mbulonin pasqyrat sapo binte nata. Disa me rroba të zeza, disa me çarçaf të trash, e disa thjesht nuk i shikonin kur pas mesnatës, sepse besonin se pasqyra thith energjinë e njeriut kur errësira bie, dhe se ajo mundohet të kap pasqyrimin e shpirtit. Ka histori që ende tregohen me frikë. Një grua në Dibër pa vete natën, por fytyra e saj brenda pasqyrës nuk lëvizi njësoj me të. Fytyra e pasqyrës buzëqeshte ngadalë, por ajo vet ishte ngrirë nga terrori. Një burr në Shkodër betohej se pa një hije të zezë mbrapa vetes. Ai u kthye menjëherë, por s'kishte njeri. Kur pa përsëri pasqyrën, hijeja po i rinte mbrapa shumë më afër. Dhe historia më e errët, thuhet se nëse shikon gjatë në pasqyrë natën, pas pak minutash, pasqyrimi fillon të marrë frymë ndryshe nga ti. Sytë e tij zmadhohen pak, pupilat errësohen, dhe dukej sikur po të shikon drejt, jo përmes xhamit. Gjyshërit tanë paralajmëronin. Mos e shiko veten natën. Mos i beso pasqyrës. Ajo nuk të tregon ty, të tregon atë që po të shikon. Sepse ndërsa ti sheh në pasqyrë, nuk je vetëm, dhe ajo që sheh atje nuk largohet me lehtësi. Kështu që sonte kur të kalosh pranë pasqyrës, mos u ndal, mos e ngrit kokën, dhe mos lejo kurreshtjen të mund, sepse sipas besës së vjetër shqiptare, nëse shikon në pasqyrë natën, ajo shikon mbrapa te ti, dhe ndoshta nuk të lë më të largohesh.